pa as më të voglin diskutim që kjo periudhë do jetë vetëm periudhë e qëndresës, e përballjes, e protestave deri në krijimin e qeverisë teknike. Nuk ka asnjë rrugë tjetër Shqipëria veç se rrëzimin e narkoregjimit, krijimin e një qeverie teknike, e cili të mundsoj normalitet dhe zgjedhje të lira dhe të ndershme. E përsëris është e dhimbshme pas 35 vitesh Shqipëria përsëri vuan nga mungesa e votës lirë. Në atë kohë vota e lirë ndrydhej nga diktati ideologjik, sot ndrydhej nga diktati i narkosit dhe i krimit organizuar. Jeni të sigurt që gjithë institucionet e partisë, jeni të sigurt që ne kemi filluar, ne ju protesta e datës 22 ishte një mesazh i qartë, paralajmërim i qartë për narkosin që të largohet dhe t'i hap rrugë një zgjidhje politike për vendin. Tashmë do të mblidhen institucionet e partisë brenda javës dhe do të vazhdojnë jo një protestë, do të vazhdojnë serinë e protestave deri në gjunjëzimin e narkosit.